kultivimi i qengjave dhe shëndeti i tyre. Kultivimi i qengjave është aktivitet shumë i rëndësishëm në punën e përgjithshme me vend që ajo të jetë fitimprurëse. Shëndeti i qengjave, rritja dhe kualiteti i tyre varet prej punës së përgjithshme në fermën e dhenëve. Në këtë dokumentar do gjeni informata rreth kultivimit të qengjave dhe përgjigje në pyetjet. Përse kujdesi për delet gjatë shtatzanisë ka rëndësi të madhe për kultivimin e qengjave të shëndosh? Përse është rëndësishme puna e mirë gjatë pjelljes së qengjave? Ç'është menaxhmenti i mirë gjatë ditëve të para të jetës së qengjave? Ç'është menaxhmenti i mirë në kultivimin e qengjave derisa ata thithin? Përse është me rëndësi ndarja e qengjave nga thithja e gjirit? Themelimi i një praktike të mirë në kultivimin e qengjave dhe zvogëlimi i mundësisë për paraqitjen e smundjeve të ndryshme rezulton me fitim të zmadhuar dhe zvogëlim të humbjeve ekonomike. Përse kujdesi për delet gjatë shtatzanisë ka rëndësi të madhe për kultivimin e qengjave të shëndosh? Gjendja e përgjithshme e deleve me të madhe ndikon në prodhimtarinë e qengjave. Shëndeti i deles dhe të ushqyerit e saj ka ndikim të madh në zhvillimin e fetusit. Shëndeti i deleve. Këmbëzeza, parazitat, infeksionet e ndryshme, traumat e tjerë mund të ndikojnë delet të pjellin qengja me vitalitet, të abortojnë dhe të pjellin qengja të vdekur. Sigurohuni që delet tuaja mos të kenë këmbëzesë. Siguroni që delet tuaja të jenë të pastruara prej parazitave. Kontrolloni kopen tuaj kundër brucelozës, menjëherë largoni nga kopeja secilën kafshë me rezultat. Kafshët e infektuara me brucelozë kurse si mos i përdorni në programin tuaj për shumëzim. Sjelluni ndaj deleve me kujdes dhe mundohuni rënditje që mund të paraqiten si pasojë e stallave të stërmbushura, kushteve të rënda klimatike, higjienës së dobët në stalla, punës së dobët të ushqyerit, ushqimit të ulët. Të deleve. Shtatzanisë me siguri do të ndikojnë në prodhimtarinë e qengjave. Në tabelë është paraqitur rritja e qengjit para lindjes. Prej kësaj tabele mund të shihet se zhvillimi më i madh i qengjit është gjatë të tretës së fundit të shtatzanisë. Prandaj të ushqyerit e deles gjatë kësaj periudhe ka rëndësi vendimtare për zhvillimin e qengjave të shëndosh. Racionet e ushqimit për delet gjatë kësaj kohe patjetër duhet të jenë të balancuara mirë. Kualiteti i ushqimit është shumë i rëndësishëm. Ushqimet e prishura, të mykura dhe të ngrira mund të shkaktojnë smundje dhe abortime. Zbuloni cilat elemente dhe vitamine mungojnë në ushqimin e deleve e që mund të ndikojnë në prodhimin e qengjave me vitalitet të ulët. Përse është e rëndësishme puna e mirë gjatë pjelljes së qengjave? Koha e pjelljes është koha kur farmerët janë shumë të zënë me punë. Kujdesi për çdo detaj është me rëndësi të madhe për të pasur sukses në pjelljen e qengjave. Disa nga pikat e rëndësishme për të cilat farmerët duhet të kenë kujdes të veçantë janë: gjendja e përgjithshme e deleve, vendosja dhe pajisja e nevojshme për pjellje të qengjave, puna rreth higjienës gjatë kohës së pjelljes,
Puna rreth menaxhmentit gjatë ditëve të para të jetës së qengjave. Gjendja e përgjithshme e deleve. Dele duhet kontrolluar së paku 20 ditë para pjelljes për të vërtetuar gjendjen e përgjithshme të trupit dhe gjendjen shëndetësore. Për të mundësuar pjellje të lehtë dhe të pastër, pjesën e prapme të deleve duhet qethur me kujdes. Kjo bëhet për qëllime higjienike dhe për qëllime të menaxhmentit. 1 ose 2 ditë para pjelljes, racionet e ushqimit duhet zvogluar për të mundësuar pjellje sa më të lehtë. Delet para pjelljes duhet vendosur në grupe të vogla ose edhe të izolohen në vende të përgatitura apostafat për pjellje. Vendosja dhe pajisja e nevojshme për pjellje. Delet mund të pjellin në çdo kohë të vitit. Pajisjet e nevojshme për të mundësuar pjellje të suksesshme dallohen varësisht prej sezonit dhe kushteve klimatike. Gjatë dimrit duhet të përgatitur vendosje për të parandaluar humbjen e qengjave si pasojë e kushteve të vështira klimatike. Fermerët duhet pasur kujdes për higjienën e strehimoreve dhe pajisjeve që përdoren. Kontrolloni strehimoren të mos lëshoj ujë prej kulmit. Siguroni higjienë shumë të mirë të strehimores dhe pajisjeve duke bërë pastrimin dhe dezinfektimin e tyre para se t'i vendosni brenda delet shtatzëna. Siguroni higjienë shumë të mirë të strehimores dhe pajisjeve duke bërë pastrimin dhe dezinfektimin e tyre para se t'i vendosni brenda delet shtatzëna. Siguroni shtroje të thatë gjatë tërë kohës. Gjërat dhe pajisjet e nevojshme gjatë pjelljes janë: tërkullë për ndihmë gjatë pjelljes, termometër, gërshër operacioni ose thikë dhe tel, prodhime për pastrim dhe për lyerje, sapun të butë, enë për ujë dhe ujë të ngrohtë, riza të pastër ose llamba për ngrohje, shishe për thithje, unaza për vesh dhe libër për mbajtje të evidencës. Për t'i parandaluar smundjet dhe për të siguruar kushte sa më të mira për çdo qenq, më së miri është që gjatë ditëve të para të jetës të bëhen broka të lëvizshme për nënën dhe për qengjin. Broka të lëvizshme për pjellje të vendosura rreth murit të pajisura me vende për ushqim dhe llamba për ngrohje të qengjave. Elementi brokës për pjellje. Deleja dhe qengji duhet të rrinë në brokë së paku 3 ditë. Ato duhet rregullisht të mbikëqyren në rast se qengjit i nevojitet të ndihmë gjatë thithjes. Kini parasysh se strehimoret tepër të mira mund të jenë po aq të rrezikshme sa edhe strehimoret e dobta për shkak se shkaktarët e infekcioneve zhvillohen në ambientin jetësor. Puna rreth higjienës gjatë pjelljes. Higjiena gjatë pjelljes si dhe gjatë disa ditëve të para të jetës së qengjave janë shumë të rëndësishme për shëndetin si të deleve ashtu edhe të qengjave. Para se të filloni me ndihmë gjatë pjelljes, duhet t'i lani dhe pastroni duart mirë. Pastroni të gjitha pajisjet që duhet përdorur. Mënjanimi i shtrojes dhe placentës pas pjelljes. Është me rëndësi që shtroja të mbahet e thatë dhe e pastër. Siguroni që kërthiza të dezinfektohet patjetër. Kur të përdorni shishe për thithje që t'i ushqeni qengjat, siguroni që shishet të jenë të lara dhe të pastruara mirë para se të përdoren. Kur të përdorni shishe për thithje që t'i ushqeni qengjat, siguroni që shishet të jenë të pastruara mirë para se të përdoren. Ç'është menaxhmenti i mirë gjatë ditëve të para të jetës së qengjave? Ditët e para të jetës së qengjit janë si për qengjin ashtu edhe për delen. Kjo është periudha kur qengjat e posalindur janë të dobët dhe shumë lehtë ju nënshtrohen infekcione.
Çështjet më të rëndësishme që kërkojnë vëmendjen e farmerëve gjatë kësaj periudhe janë ato që kanë të bëjnë me ushqimin dhe aktivitetet për parandalimin e smundjeve. Qengjat linden pa imunitet natyral. Mbrojtjen e domosdoshme kundër smundjeve të ndryshme ata e pranojnë prej kolostrumit, që në realitet është qumshti i parë i deles pas pjelljes. Për fermerët është më së rëndësishme që të sigurohen se qengjat e posalindur të fillojnë të thithin brenda një ore pas lindjes. Qengjat që janë të dobët duhet ndihmuar të gjejnë gjirin e nënës e nëse ka nevojë edhe të ushqehen me kolostrum në mënyrë artificiale me shishe për thithje. Delet që pjellin për të parën herë ndoshta nuk dëshirojnë t'i lejojnë qengjat të thithin ose në rastet kur pjellin disa qengja mund ta pranojnë vetëm një qengj të thith. Prandaj fermeri duhet disa qengja t'i ushqejë në mënyrë artificiale me shishe për thithje. Në disa raste, deleja mund të mos prodhojë kolostrum ose thithat e gjinjve të jenë të mbyllur, ashtu që qengjat nuk mund ta thithin kolostrumin prej nënës së tyre. Farmeri duhet të ndihmojë duke e ngjeshur gjirin ose duke i ushqyer qengjat me kolostrum prej deleve tjera që kanë pjellur në të njëjtën kohë. Është mirë të ketë një sasi e kolostrumit të ngrirë që në rastet e tilla të intervenohet. Kolostrumi i ngrirë duhet shkrirë ngadalë të mos shkatërrohen antitrupat që qengjin e furnizojnë me imunitet kundër smundjeve. Asnjëherë mos e shkrini kolostrumin duke e futur në shporet me mikrovalë ose në ujë të nxehtë. Qengjat e posalindur thithin deri në 25 herë në ditë, prandaj për ta penguar qengjave, fermeri duhet ta mbikëqyrë rregullisht gjendjen shëndetësore të gjirit të nënës dhe numrin e thithjeve. Zvoglimi i mundësisë për shtimin e shkaktarëve të infeksioneve në ambientin jetësor me higjenë të mirëfillt dhe me numër të vogël të kafshëve në një vend me të madhe do ta zvogëlojë mundësinë dhe rrezikun e infeksionit. Tronditja prej ambientit dhe të lagësht e zmadhon mundësinë e pranimit të infeksioneve nga ana e qengjave të posalindur. Prandaj më së miri është të përdoren broka të pastruara për pjellje që do të mundësojnë për qengjat ambient të kontrolluar dhe të përshtatshëm. Humbjet që vijnë nga uria e qengjave dhe ngrirja janë më të rëndomta gjatë pjelljeve në dimër. Nëse pajisjet për pjellje nuk mund të sigurojnë kushte me thatësi, ajrosë me temperaturë prej 10 deri në 12 gradë Celsius, në ato raste fermeri duhet të përdorë tjera ta mbrojë shëndetin e qengjit dhe të deles. Llamba për nxemje përdoren për t'i tharë qengjat pas lindjes dhe për t'i mbajtur të nxehtë gjatë ditëve të para të jetës. Mbulesa për qengjat përdoren nëse strehimoria pikon prej kulmit dhe është e hapur shumë. Ajo mund t'i mbrojë qengjat kundër lagështisë dhe të ftohtit. Qengjat që lëngojnë prej të ftohtit dhe urisë mund të futen në një thes plastik dhe të zhyten në ujë sa temperatura e trupit të fillojë të ngritet. Këto qengja duhet ushqyer në mënyrë artificiale me anë të gypit drejt në bark ose me shishe derisa janë ende të fortë të Ngjitja e unazës, prerja e bishtit dhe gëdhenja e dhëmbëve duhet kryer në këtë kohë. Identifikimi i qengjave është me rëndësi në menaxhmentin me kopen dhe për të sjellë vendimin kur të zgjidhen zëvendësimet e kafshëve në kope. Gjithashtu është vegël e vlerëshme për parandalimin e smundjeve. Qengjat duhet identifikuar sa më herët. Përdorimi i unazave kualitative që qengjat nuk mund t'i çvendosin duke ia thithur veshët njëri tjetrit janë vërtetuar se janë zgjidhja më e mirë. Pasi të vendojnë unazat, qengjat e posalindur shënohen në librin për mbajtjen e evidencës. Në libër shënohen të dhënat për prindërit. Evidenca e tillë do t'ju ndihmojë shumë gjatë seleksionimit të kafshëve që duhet t'i mbani për ndërrim në kope. Shkurtimi i bishtave është praktikë e mirë kur bëhet fjalë për kultivimin e qengjave të gjinisë femërore që do të përdoren për zëvendësim. Arsye higjienike pasi që bishti mbledh fëlliqësira dhe pleh. Prandaj për ta shmangur ndotjen e qumshtit dhe më vonë gjatë jetës të sigurohet pjellje më e lehtë dhe e pastër,
bishtat mund të shkurtohen brenda 24 orë të para të jetës. Kjo bëhet me unas prej në mënyrë kirurgjike. Mbani mend, asnjëherë mos ja shkurtoni bishtin në rast të trasha siç është avasi ose qengjave prej kryqëzimeve. Mos I shkurtoni bishtat shumë me që muskujt rreth vagjinës e kjo rezulton më vonë gjatë jetës me prolaps. Qengjat mund ta lëndojnë indjen e ndihshëm të thithave dhe të gjirit të deles me dhëmbët e tyre të përparën të mprehtë. Varrat e tilla mund të bëhen hyrje për shkaktarët e infeksioneve, ta sulmojnë gjirin dhe të shkaktojnë smundje që mund të sjellin deri te zvoglimi I prodhimtarisë së qumshtit. Prandaj duhet bërë gdhendjen e dhëmbëve të përparën me kujdes. Ç'është menaxhmenti I mirë në kultivimin e qengjave derisa ata thithin? Kur ta mbushi një javë, qengjat zakonisht janë mjaft të fortë dhe nuk kërkojnë kujdes shumë të madh. Megjithatë, farmeri duhet të vazhdojë me mbajtjen e higjienës së mirë, ushqimit dhe aktiviteteve për parandalimin për të siguruar fitim maksimal nga prodhimtaria e qengjave. Varësisht nga menaxhmenti dhe tregu, qengjat mund të ndahen nga thithja e gjirit më herët gjatë javës së 3 deri të 4 ose më vonë gjatë javës së 8 deri të 10. Duke u bazuar në kërkesat e tregut për qengja që ende thithin qumësht, shumica e farmerëve I ndajnë ato prej thithjes para nxjerrjes në treg. Fermerët që mbajnë dele për mjelje të qumshtit për shiqje dhe prodhim të gjathit do të tentojnë të fitojnë sa më tepër qumësht, prandaj do t'i ndajnë qengjat prej thithjes më herët. Elementet më të rëndësishme të menaxhmentit gjatë kësaj periudhe përsëri janë strehimi, ushqimi I qengjave që thithin dhe deleve si dhe parandalimi I smundjeve. Pasi që në brok të krijohet lidhja e fortë në mes të deles dhe pasardhësve, nëna dhe qengji mund t'i bashkangjiten grupit me delet që kanë pjellur të njëjtën kohë. Grupet që formohen në fillim duhet të jenë më të vogla, e më vonë dal nga dal mund të zmadhojnë duke ju bashkuar disa grupe të tilla. Qengjat e shëndosh dhe vital gjatë kësaj periudhe nuk kanë nevojë për nxemje artificiale, por higjiena e thatë dhe ambienti janë ende të rëndësishme për zhvillimin e tyre dhe parandalimin e smundjeve. Qengjat kanë thundra shumë të buta dhe të ndihshme, ashtu që stallat me lloç mund të shkaktojnë probleme të mëdha. Qengjat janë po ashtu shumë të ndihshëm që mund të shkaktojë probleme në organet e frymëmarrjes. Zhvendosja e rregullt të shtrojës së dytë dhe trimi dhe fill të strehimores janë shumë të rëndësishme për të parandaluar rritjen e numrit të shkaktarëve të infeksioneve që mund të sjellin deri te paraqitja e jashtëqitjes së qengjit, si dhe shumë smundjeve tjera. Nëse kushtet klimatike nuk janë të ashpra, sigurimi I stallës së thatë është mënyra më e përshtatshme të shmanget të madh të kafshëve dhe rritjen e numrit të shkaktarëve të smundjeve në strehimore. Një javë pas pjelljes, delet duhet të fillojnë me prodhimtari të plotë të qumshtit. Për t'ju mundësuar deleve të prodhojnë sasi të mjaftuar të qumshtit që t'i ushqejnë qengjat, atyre duhet t'u jepet ushqim plotësues me që duhet të kenë laktacion më të madh. Është me rëndësi të mbikëqyret prodhimtaria e qumshtit të deleve, sidomos të atyre që ushqejnë më shumë se një qengjë, dhe nëse prodhimtaria nuk është e mjaftueshme, të intervenohet e qengjat të ushqehen në mënyrë artificiale. Gjendja shëndetësore e gjirit duhet kontrolluar çdo ditë. Është me rëndësi që gjiri dhe thithat e deles të mbahen të pastra që të parandalohen të qengjave. Kur qengjat t'i mbushin 2 javë, ata fillojnë të interesohen për ushqimin që ju ofrohet nënave të tyre.
Prandaj menaxhmenti i mirë parasheh ushqim me drithnaja prej ditës së 10. Ky lloj ushqimi mund ta zmadhojë fitimin prej deleve për mjelje, pasi që qengjat do të mësojnë të hanë ushqime të thatë më herët e në atë mënyrë do ta zmadhojnë sasinë e qumshtit për përpunim. Ushqimi në formë të drithnajive jepet në vende të pastruara mirë që mund t'i përdorin vetëm qengjat. Sanë e mirë duhet t'ju jepet qengjave në kohë dhe vend të njëjtë. Përse është me rëndësi ndarja e qengjave nga thithja e gjirit? Ndarja e qengjave nga thithja e gjirit është moment tronditës si për qengjin ashtu edhe për delen. Koha për ndarje ndryshon prej ferme në fermë. Rregull e përgjithshme është se atje ku të ardhurat nga prodhimtaria e qumshtit janë më të rëndësishme nga prodhimtaria e qengjave, ndarja e qengjave prej gjirit bëhet më herët. Anasjelltas, fermerët që presin të ardhura më të mëdha prej prodhimtarisë së qengjave dhe investojnë më pak në ushqim të qengjave, do t'i ndajnë qengjat nga gjiri më vonë, pikërisht para nxjerrjes së qengjave në treg. Në të dy rastet është me rëndësi të ndërmerren disa aktivitete të dobishme. Ndarja prej gjirit duhet bërë gradualisht brenda disa ditëve. Më parë siguroni se qengjat janë adaptuar në ushqim të thatë që do t'ju jepet para se t'i ndani prej gjirit të nënës. E gjithë kjo për të parandaluar humbjen e peshës së tyre për shkak të ushqimit të dobët. Qengjat më të dobët ndani më vonë se ata që janë më të rëndë që në treg të keni qengja me peshë prafërsisht të njëjtë. Kur të filloni t'i ndani qengjat para se t'i lejoni qengjat të thithin, mjelni delet. Kësaj qengjat do të kenë mundësi të thithin më pak qumësht, ndërsa gjinjt e deleve do të zbrazen tërësisht. Prodhimet kryesore te blegtoria, te dhentaria, konkretisht është gjathi dhe qengji. Varësisht prej tregut, blegtorion orientohet, a do të prodhone më së shumti gjath, a do të prodhone qengji. Në moment të duhur, nëse treg lypet qengji, atëherë blegtorion orientohet të kultivone qengji. Në trevat tona, qengji është më së shumti për eksport në tregun italian, edhe prandaj kultivohet në gjallë deri në 18 kg. Për të arritur atë peshë deri 18 kg, qengji duhet prej ditës së parë, prej pjevjes të dhëmbëve, fillon të kultivohet si duhet. Shumë është me rëndësi qengjit në fillim ta konsumojnë qumshtin e nënës, në realitet kolostrumin, se në atë kolostrum gjenden gjithë mineralet, gjithë vitaminet dhe gjenden gjithë antibiotikat që qengjit të zhvillohet në një frut sa më të shnor. Shumë me rëndësi është qengjit të thithin qumshtin e parë, pastaj të vazhdojnë të thithin qumshtin e nënës. Në praktikën tonë është qengjit i largojnë mbas disa javëve, ose deri një muaj, i largojnë prej nënës për shkak të profitit, se e largojnë qengjin, kurse qumshtin e nënës e marrin dhe e bëjnë gjath. Se më shumë është llogaria të bëhet gjath, kurse në atë moment kur qengji largohet prej nënës, fillon të ushqihet me qumsht të artificial ose qumsht çka e ndron qumshtin e nënës, i ka këtë vetit si qumshti i nënës, ai qumsht është i prodhuar është qumsht në pluhur,
tretet në ujë të ngrohët dhe konsumojnë qenjit e konsumojnë atë qumsht me anë të kofave. Me rëndësi është e qenjit se në fazën e parë ato nuk janë të qëndrueshëm ndaj ambientit të jashtëm. Është me rëndësi 8 deri 10 javët e para të vakcinohen me vakcinë kundër enterotoksemisë. Se nuk vakcinohen me vakcinë kundër enterotoksemisë, vinë deri te ngordhja e qingjeve. Prandaj është shumë e rëndësishme të vaksinohen me vaksinën kundër enterotoksemisë.